është bërë një ndër barët më të rënda për familjet kosovare. Përveç çmimeve të produkteve bazike, të papërballueshme, po dalin të jenë edhe faturat e energjisë elektrike. Kjo pasi kanë shënuar rritje të madhe. Për të provuar pak lehtësi, u krijuan edhe subvencione. Por kriteret për përfitimin e kësaj mase po konsiderohen tejet kufizuese. Përveç që duhet të jeni të varfër, pra të ardhurat për antar familje të jenë më pak se 150 euro në muaj, ju nuk duhet të keni as pasuri të paluajtshme në vlerë mbi 100.000 euro. Pra nëse nuk keni të ardhura për mbijetesë, nuk jeni në punë dhe nuk keni mundësi t'i paguani faturat e energjisë, kjo nuk mjafton nëse e gëzoni një pronë të trashëguar që e kalon vlerën mbi 100.000 euro. Pikërisht për të ardhurat dhe për rritjen e tarifave, të pakënaqur janë shumë qytetarët. Me qenë korrekt, do të thonë, është pak e lartë, kështu që ne nuk po kemi rrymë të mjaftueshëm, duket jemi të kushzuar prej shteteve tjera.